Unë jam shumë i lëndum se dëgjova për veten time i fjalë shumë të rëndë që jam pozitiv. Dhe nuk është hera parë që gjej këtë fjalë për veten. Ja pozitiv. Nuk e kam asnjë fajin ma ka vetja dhe vendosa të bëj një autokritik. Unë zotohem para të gjithëve dhe gjatë kohës që ishim pushim, kom prenotu 3 sherre për deri premten dhe të gjithë me si puna ime pozitiv. Do thushti si, ka mënyra. I thu, ti fol me mu? Po ti je pozitiv më. Si mund është ti, pse s'ja fon ty? Po ti gjithë jetën ta dhe vetëm njerëz keni mu më. Ikma. Kjo pra është diferenca kur ftoni në emisione, se mos platforma të tilla, njerëz të tillë, njerëz me art, me intelekt, me dashuri, me zgjuarsi, njerëz që kanë bagazh, njerëz që i ofrojnë brezit të ri, i japin një shembull të mirë, një shembull dashurie dhe pozitiviteti. Jo njerëz si ai boli i bigut. Prandaj këtu është gjithë lufta jonë. Nuk është më të luftojmë kush do fitoj lojën apo a do fitoj lekët apo do marrë lekët. Është mënyra se si zgjidhni të fitoni. Është shumë e rëndësishme që brezëri të kuptojë që askush nuk bën kompromise, se paraja vjen sot ikën nesër, kurse fytyra arrin për gjithë jetën.